Pra në këto kushte, me logjik të shkon që Partia Socialiste po shkon drejt votimit kundër. Megjithatë, surpriza do të jetë në vendin në balancë të çështjes negociata dhe jo vetëm të negociatat integrimit evropian me Bashkimin Evropian. Pra, sigurisht që marrëdhëniet nuk janë vetëm për negociata, por ka edhe marrëdhënie tjera politike me Bashkimin Evropian, SBA, sidomos edhe me Gjermaninë që ka intensifikuar të takimet e ministrit në Shqipëri dhe përfaqësues të tjerë. Pra, gjithë kjo balancë do të vendosi nesër se Partia Socialiste do të jetë për negociatat apo do të vazhdojë, do bëhet një blok me ndërkombëtarët. Pra nëse ndodh kjo, nëse ndodh kjo, mesazhi, atëherë mesazhi është vetëm një që në dosje nuk është vetëm zonja Balluku, po shkon përtej zonjës Balluku dhe janë dhe element tjerë të rëndësishëm Partisë Socialiste, se nuk mund të ketë argument tjetër përveç ra numri 2 ose ra numri 1 Partisë Socialiste. Mendoj se gjëja timore mund të shkojë edhe më tej. Pra, çfarë ka më tej dosjes që ka dalë deri më sot. Në rast se do bëhet bllokim për negociatat, i vetmi argument ky mbetet. Fredi, si ndryshon qëndrimi i opozitës pas vendimit që marrin socialistët për Belinda Ballukun? Për opozitën nuk ndryshon asgjë, cili do qoftë vendimi. Opozita e ka mendimin dhe filozofinë, e ka targetin, është vetëm një, është i palëvizshëm, është Edi Rama, është kryeministri, sepse Partia Demokratike ka thënë e thotë që është sistemi i ngritur nga Rama, i kryesuar nga Rama, që duhet mënjanuar. Pra, edhe nëse ndodh surpriza, protestat vijojnë, valja protestave nuk dalin. Pa pikë dyshimi, sigurisht opozita nuk ka objektiv Ballukun, a është Balluku ministre, pa rëndësi ka. Opozita ka objektiv një qeveri teknike, ndërmjetëse, kujdestare, tjetër që mundson zgjedhje dhe rrëzimin e Edi Ramës, i cili do ta vijojë teknologjinë, sepse Rama është teknologjia, infrastruktura e kësaj që ndodh, e cila qëndron edhe me ikjen dhe ky është shqetësimi i opozitës, me zhbë teknologjinë dhe infrastrukturën, pra me zhbë sistemin, po që Rama që e lejon këtë infrastrukturë, i jep frym kësaj infrastrukture, e superon këtë infrastrukturë, nuk ka ndryshuar asgjë. Problemi i madh ikën një bela dhe vjen një bela tjetër. Pra bela të shkojnë të vinë, nuk është. Sistemi është arkitektura. Patjetër është arkitektura e qeverisjes, e cila mbahet në këmbë nga kush, nga padroni që ka në dorë Chelsea-n e madh, që hap të gjitha dyert. Ne e kemi parë të Akshi, e kemi parë të incineratorët, e kemi parë tek tuneli, shihet gjithandej, e shohim atje në Korç, në Juglindjen që është bllokuar. Pra dhe del aktori kryesor, padroni, dhe thotë që e ka natyra. Po çdo të kishte ndodhur në Shqipëri po të ishin stuhite verilindjes Amerikës, kur aty ka rënë dy riga shi. Dy riga shi kanë rënë. Po pse dy riga shi, edhe çfarë pritën shkurtin e 2026-s, sikur këto 35 vjet nuk ka rënë shi në Prenjës. Thonë dhe gjëra që me qartë. Dhe kemi kaluar tani tek çështja tjetër e kësaj bisede, tek qëndrimi opozitar, tek aksioni opozitar. Kjo është tema ime preferuar dhe e Braçës. Vala e protestave. Nuk ndryshon asgjë, sikurse tha dhe Lela. Nuk ndryshon asgjë në cilin kamp. Vijojnë protestat. Vijon protestat, qeveria zbie.